Shefqet Karadziç që thotë kur s'ka pas fe shqiptare. Ma është kundër Kuranit, e kundër librit vetë, është që thirrët në ata, ai s'ka të bëjë me atë libër, pa i thirrët në atë libër. Po mare ka që të malë këto në shkop e ka kuptu, këto në shkop krejt, këto në shkop fejnë e kanë kamuflim. Punën që e kënë bonë. Gjedorata e rejtë që ka është i Shkupit. Kanë me kujtu Tim Shkupin mas 30-40 vjetëve se Tim Shkupi o konë në të drejtën e vetë dhe i ka informu drejtë. Po më vjen gërdi kur e shoh një njeri që ofendon shqiptarin këtë së koti. Edhe kur erdhë të hipje, tha qestit Bajram, thash. S'kam thash Bajram, kësuar Bajram, s'kam Bajram. A i tha, edhe ti kokës i gjyshem, sa tërë janë do me miletin kone për Andrisë Osmane. Nëse e miletit turk, dësh me fol shqip. Nëse nuk e miletit turk, i me fol slavisht. Që ajo pjesë janë me dalë, mi gërruj kështu, në dalin krejt që janë shqiptar të besimit ortodoks. Për Andrinë Osmane, parë që kanë punu në shërbime sekret janë hoxhallar. Ato vetëm e kanë ndru kiblen, janë këthi ka Beogradi. Që në habidna, ta shko zxedhe lokalin Macedoni. Po? Është pa presedan me dalë, ma aktualizu dersin e xhamijës në zxedhe lokale. Për shka të në mi thonë vetit musliman, ose me boni shaqërim kanë edhe të krishterët. Për shka të në mi thonë vetit krishterë ose musliman. Po ma këthën kohën e ati formulimi inteligent, tjerë sa kanë shumë dhe me pesh, të pashkovasës. Po pashkovasa ka qenë njeri menqë? Feja shqiptarit është shqiptaria. A kanë orë në këtë deregje, në këtë kanë dalë ka shumë nga Terezia shqiptar. Po merë këshire, kush janë ato që e kundërshtojnë? Unë e kam një spot e përcjellje dhe thamë. Shefqet Karadziç që thotë kur s'ka pas fe shqiptare. Ma është kundër Kuranit, e kundër librit vetë, është që thirrët në ata, ai s'ka të bëjë me atë libër, pa i thirrët në atë libër. Ai s'ka, librin e vetë e kundërshton. Surja 109. Është kështone, o ju qafira. Kush është qafir? Qafir do me thonë mohues. E kundër të e fjallës qafir, është me qenë falenderues. Do me thonë, jo falenderues dhe falenderues. Kur jeti jo falenderues? Ti vetë berit ke zellë me linë Kosovë. Vetë. Se ke zellë asë nonën asë babën. Asë nonën dhe baba s'ka zellë ty. Ti ke qeni krijuar bashkë me mu dhe të gjithë, dhe ato që kanë vdekë, dhe ato që do të vinë, të gjithë për me njëherë në ka kriju Zotit. Si po jesë përballja me këtë komunitet? Mirë, super, mirë, këtu në Shkup ka zhim të madhë. Këtu në Shkup ka zhim të madhë. Të shqiptarët? Po, mare ka zhim të madhë, këtu në Shkup e ka kuptu, këtu në Shkup krejt, këtu në Shkup fejnë e kanë kamuflim për aktivitetet tjera. Fejnë e kanë veç perdë tu? Po, erdhe dhe kamuflim. Dhe je sigurt? Shumë jam i sigurt. Duket shqiptarët janë ne këtu në Shkup e kemi pasë, e një farë lufte që ka ekzistuar Turqeli dhe Shqiptar. Latin dhe Kaur. Të në Shkup ka ekzistuar kjo ndarje në shoqëria, më kupton? Çka ka ndodhur? Çka ka ndodhur? Sa regjistrimin dhe fundet plot shqiptarë në shkruaj turq. A kena pasën shumë? Do të thonë nuk kemi problem. Për shembull, a din punën që kanë bën. Gjedorata e re çka është e Shkupit. Kanë me kujtu Tim Shkupin mas 30-40 vjetëve se Tim Shkupi o konë në të drejtën e vetë dhe i ka informu drejtë. I kënaqur me rezultat, domethënë. Unë jam i kënaqur, unë nuk jam kundër pse dikush e ndim veten tur. Unë jam jo i pezmatum, po më vjen gërdi kur e shoh një njeri që ofendon shqiptarin këtë së koti. Me çfarë terma? Këtë së koti. Le që ofendon shqiptarin, çka kemi ofendu ti nonën Teresë? Çka të bën nona Teresë? A shkruan dikun Kur'an? Ashmo sa duhet, na Teresa, por më sa duhet, edhe nga elita politike. Jo, marë zotri, para... Që është e mundur Macedonë ta përvetsojnë më shumë. Jo, kush janë Macedon? Një kombiri i themeluar nga Tito. Ka dalë, pa bëjmë në... Kush bën pjesë në atë kom Macedon? Të gjok, është hap kutia e Pandorës, e dijeve dhe të informacioneve. Që to të them një fjalë shumë interesant, është një djalë që e thirrë ndonjëherë për klimat, për këto onë teknike, e ka emrin Goran. Edhe ishte ditë Bajrami edhe e thirra. Thash, Goran da dojdesh, thash, të vish të onë, thash, më ka prish, thash, klima. Edhe, kur erdhë të hipje, thash, qestit Bajram, thash, s'kam thash Bajram, kësuar Bajram, s'kam Bajram. A i tha, edhe ti kokës i gjyshjem, pse gjyshjet, tha dhe gjyshjem, tha s'ka Bajram. Po ti Goran e emrin, tha, për gjyshjet shkreli. A përse që kjo pjesa që atje, përse që të shpija që atje? Po. Aso i thënë, Debarsko Malla Dibrës. Vetë Gjergj Kastrioti unë nga Dibra.
Atje sot folin slavisht. Jo në asimilu, mos nga. Pa, vetëm pak, atje folin slavisht. Pa, din që ka dhe sërb që janë asimilu, së kër Radovani që u botash Ridvan. Kishte ndikim feja. Po, edhe ai ka me fol shqip. A din që këtu kemi njerëz që kanë nga Serbia, janë sërb, po për shkak që kanë qenë të islamizuar, sa atëherë janë do me miletin kone për Andrisë Osmane. Nëse i mileti turk, dush me fol shqip. Nëse nuk i mileti turk, i me fol slavisht. Një shkollë tjetër mendimi e përfaqësuar. E që ajo pjesë janë me dalë, mi gërruj, kështu në dalin krejt që janë shqiptar të besimit ortodoks. Që ajo pjesë. Prandaj edhe emrin e ka Debarsko Malla. Debarsko Malla. Atje vëmoroja nuk fiton kur. Ka asnjëherë. Kjo partia nacionaliste, qendrën e Shkupit. Të thonë, po ka ka dhe kombe tjera, se sultani ka lanë këto. Familjes Shirjazi, familje kontributore po, atë janë nga manastiri. Dhe për shembull kemi Bojaxhiovski. Tashmëtarët e tyre sot janë të asimiluar fatkeqësisht. Dhe feja kishte ndikimin pashpashëm. Tek rasti shqiptarëve feja. Këtë nuk pajtona, edhe ti sigur e pranovan që do të më korrigju se formatizimi është 5 minuta. As 5 minuta as bë. Si u asimiluan? Jo, nuk u asimiluan. Kur u bë transformimi i pushtetit. Edhe në kohën e Perandrisë Osmane ka pas organizatat sigurisë, që i thënë këto në shërbimeve sekrete. Për Perandrinë Osmane, parë që kanë punu në shërbime sekrete janë hoxhallar. Ato vetëm e kanë ndru kiblen, janë këti ka Beogradit. Ti i kin fotografi, ti i priftat e Beogradit. Hoxhallarët i rekrutoi Serbia, thu. Po, këtë është amni mamat, këtë fjale kemi, në këtë dim këtë punë, Allah. Ato punojnë edhe sot punojnë. Edhe sot hoxhallarët punojnë për Serbinë. Po, ata janë... Si punojnë, më? Mërë njerit i ki lëvizin a zem Galicës në vitet 20-a këto vjen në gjip draga, ta ban partinë e gjemjetit dhe i mashtron njëzit kam ju martu me hoqë. Edhe me shërial. E njëta luhet sot këto në Macedoni. Gotitet në shqiptarë vazhdojnë, mbi këto motive. Po, vazhdojnë, po nuk janë sikur kanë qenë për para. Që në habidna, tash ko zxedhe lokale në Macedoni. Po? Është pa presedan me dalë më aktualizu dersin e xhamijës në zgjedhje lokale. Në zgjedhje lokale kanë njerëzit nevojë për mua rregullu jetën. Kush flet më kështu? Kush?